Presidenti Amerikan Donald Trump dhe ai rus Vladimir Putin gjatë një telefonate 90 minutëshe ranë dakord për një pauzë të menjëhershme të sulmeve kundër objekteve të energjisë dhe infrastrukturës në Ukrainë. Por sipas Associated Press, presidenti rus nuk mbështeti një pauzë më të gjatë se 30 ditore. Gjithsesi, Shtëpia e Bardhë përshkroi bisedën e së martës si hapin e parë drejt paqes së plotë. Pata një bisedë shumë të mirë dhe produktive me presidentin Putin të Rusisë. Ne eram dakord për një armpushim të menjëhershëm për energjinë dhe infrastrukturën, me mirëkuptimin se do të punojmë shpejt për të patur një armpushim të plotë dhe, në fund të fundit, një fund të kësaj lufte shumë të tmerrshme midis Rusisë dhe Ukrainës, shkroi Trump në median sociale Truth. Ndërsa Moska tha se presidentët shprehën interes të ndërsjellë për normalizimin e marrëdhënieve mes SBA-s dhe Rusisë, ndërsa u ra dakord për shkëmbim të burgosurish lufte midis Moskës dhe Kievit. Siç duket dhe nga këto pamje, pa kaluar 24 orë, të burgosurit e parë Ukrainës u liruan. Ndërkaq, Shtëpia e Bardhë njoftoi se do të fillojnë negociatat edhe në lindjen e mesme. Negociata në lindjen e mesme do të fillojnë menjëherë. Ata theksuan nevojën për ndalimin e përhapjes së armëve strategjike dhe do të angazhohen për të siguruar zbatimin sa më të gjerë të mundshëm të kësaj mase. Të dy liderët ndan mendimin se Irani nuk duhet jetë kurrë në një pozicion për të shkatruar Izraelin, shkruhet në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë.